nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar. Me të vërtet, Zoti i Madhreshëm me urtësi e ka krijuar jetën e kësaj bote dhe ka bë të përkohshme dhe lidhse me botën e përjetshme. Njerëzit e mençur dhe të vetëdijshëm me kohë e kanë kuptuar se prej kësaj bote s'mbetet asgjë përveç veprave të mira, prej të cilave pret shpërblim nesër para Zotit të Madhreshëm, ose veprat e këqija për të cilat jep përgjegjësi dhe llogaritet para Zotit të Madhreshëm. Veprat dhe punët e mira janë gjurmët më të mëdha dhe me kohë zgjatje më të gjatë që mund t'i mbesin njeriu në jetën e kësaj bote. Të ndershëm vëllezër besimtar, duke pas parasysh faktin se jeta është dhuratë prej Zotit të Madhreshëm dhe është shanse vetme ku njeriu le gjurmë në këtë botë dhe fiton botën e përjetshme, sot me lejen e Zotit të Madhreshëm do t'i them një 2-3 fjalë hyrëse në lidhje me atë se kujdes çfarë punë po bëjmë këtë dunja, çka marrmi me veti dhe çka lëm pas. Motivi kësaj teme vëllezër është një ajet në Kur'anin famëlar, në surën Yasin. Motivi këtyre fjalëve që do t'i them sot dhe xhumave të ardhshme, nëse ka bëu Zoti emër dhe të jemi gjallë, është një ajet në surën Yasin, ku Zoti i Madhreshëm na thot në Kur'an: Inna nahnu nuhyil mauta. Me të vërtet ne do t'i ringjallëmi të vdekurit. O në këtubu ma qaddemu wa atharahum, dhe do t'ja regjistrojmë, dhe në fakt e kemi regjistru ato punë që i kanë bën jetën se bote, wa atharahum, edhe gjurmë që i kanë lanë pas shpine. Kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Çdo gjë ne e kemi regjistruar në librin e qartë, në librin që s'prek askush përveç dija absolute Allahut Azza wa Jall dhe urtësia e tij. Kjo është motivi vëllezër nga i cili do të nisemi të flasmi disa fjalë në këtë temë, sepse në jetën e kësaj bote përveç veprave po mbet kanë edhe gjurmë në këtë dunja. Bile të dashur vëllezër, gjurmët në këtë dunja mbesin më gjatë se sa vetë jeta e njeriu. Keni pa njerëz që këtë dunja kanë jetu, kanë vdekur të ri, por gjurmët e punëve të tyre kanë mbetë dhe kanë jetu më gjatë se sa veprat, se sa vetë jeta tyre. Një shembull thjesht se më së shumti që ka lënë gjurmë këtë dunja është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe pastaj pejgamber tjerë. Ai ka jetuar 63 vite, por gjurmët e tij janë të njohura gjenerat pas gjenerate deri në ditën kur kthehemi te Zoti i Madhreshëm. Edhe pejgamber tjerë kanë jetuar ndoshta më pak, por mija vjet kanë mbetë gjallë gjurmët e jetës së tyre. Edhe në jetën e përditshme vëllezër, kemi njerëz që kanë jetuar pak, kanë jetuar shkurt, por që gjurmët që i kanë lanë këtë jetë kanë jetuar ndoshta shumë fish dhe jetojnë shumë fish më gjatë se sa komplet jeta e tij. Dhe nëse kuptoni këtë hyrje të temës, keni me kuptu për çka do të bëhet fjalë në xhumën e ardhshme. Vëllezër të ndershëm, është shumë e rëndësishme me kuptu se në këtë dunja ke ardhur si njeri me mision. Misioni yt këtë dunja është me lanë me bë veprat e mira, me lanë gjurmë në fletorën e jetës tane, dhe ato gjurmë pastaj të llogaritet dhe shpërblehen edhe atë ditë ku sjellin mesin e gjallëve. Dhe janë një shembull thjesht vëllezër. E transmeton njëri prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse të ndershëm vëllezër, ai që ka në këtë dunja mision në xhenetin, ai begi mat fjalët edhe mat vepra këtë dunja. Ai që e din se kjo dunja është vetëm një shans, ai është i kujdesshëm. Edhe në fjalë edhe në vepra. Ai s'bën vepra për të cilat jep llogari nëse para Zotit. Dhe nuk le gjurmë për të cilat i përmend dhe emri në varr, për keq. Pra i kujdeset begi mirë me lanë gjurmë pozitive dhe me shku te Zoti me ato gjurmë pozitive.
është transmetuar një hadith, po e tham në formë të hyrjes. Prej Anas bin Malik, thot, një ditë prej ditëve ishim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe rreth nesh kalun njerëz tu e bardh xhenazën. Dhe njerëzit filluan me fol mirë për të vdekurin. Dhe pejgamberi sa po thot wajabat. E ka meritu, jo është obligu e kështë më radhë. E tha na heshtëm, sepse veç të fjali tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thot nuk shkoj pak kohë gjatë, kalon po një grup njerëzish po ashtu me të njëjtin mision, to e përcjell dikan për në varr. Dhe njerëzit tha filluan me fol keq. Por ata i cili ishte i vdekur. Tha dha Rasulullah po thot njëjtat fjalë, wajabat. Jo është bë obligim. Dhe tha ndërkohë reagon Omeri radhiyallahu anhu thot ja Rasulullah. Thot ishmi prezant kur kaloi një xhenazë tjetër dhe njerëz folën mirë për ta, ti thave të njëjtat fjalë. Jo është bë obligim. Thot ndërkohë që sot kaloi një tjetër dhe njerëzit flasin keq për te, ti i thu të njëjtat fjalë. Jo është bë obligim e kështu me radhë. Çka nën kupton kjo Rasulullah? Atëherë pejgamberi sa tha, o ju vëllezërit e mi, shokët e mi. Kur të përfundon kjo jetë, përfundon me gjithçka përjashtim punëve të mira dhe punë të këqija që më njëri me veti. E i pari që ju fol të mirë për te, pas ka qenë vepër mirë dhe kalon gjurmë të mira në tokë. Dhe Allahu po thot ju ka bën obligim ose ju ka e meritojnë xhennetin ata të cilët kanë vdekë me punë të mira dhe kalon gjurmë të mirë në tokë. Dhe ndërkohë tha ju për dytin që kaloi that ka qenë i keq e fol çka s'e fol ju. Tha të njëjta rregull edhe për te. Allahu po thot ka vdekë i keq, ka bë vepra të këqija, ka lënë gjurmë të këqija në këtë dunja dhe ka meritu në dëshkimin e ahiret. Pra vëllezër të ndershëm, nuk ka me përfundu me vdekje historia jonë, por ka me kanë beg i vështirë përveç veprave që i marrë me veti të mira dhe të këqija, çka kemi lanë mbi dhe. Si thot një dietar i madh, nëse i shihni varrezat, ju dukun gjithë të njëjtë. Thot amrana janë 3 kategori të njerëzve. Thot një grupi njerëzve janë thot dheu ja ka mbulu trupin. Dhe zbashku me trupin e tij janë varros historia e tij. Ka vdek para dite mas dite harrohet, se s'ka lënë gjurmë këtë dunjë. Thot grupi i dytë i njerëzve thot ja ka mbulu dheu trupin, por s'ja ka mbulu historinë. Kanë lënë gjurmë të këqija në dhe, mbi dhe. Dhe gjirollogaria e punëve të këqija hala e ka çelë të ndigjëgimi. Dhe grupi i tretë i njerëzve dhe ata të cilët ja ka mbulu trupin dheu, por s'ja ka shlyr historinë, kanë mbet gjurmë të pozitive të punës së tij mbi dhe njerëzit flasin mirë, e kujtojnë për mirë dhe i shfrytëzojnë të mirat që ai ka lënë mbi dhe, e ai e merr shpërblimin për në botën e përjashme po e ndërprej derisa ta fiton më të shtrenjtën të mundshme. Pra vëllezër të ndershëm, jeta kësaj bote është shans. Është vetëm një faqe e bardhë që të është dhënë mundësia secilit për nesh me shënunet e. E pasaj faqja tjetër e kësaj jete është bota ardhshme. E atje më varet krejt se çka kemi lanë në jetën e bote, çka kemi bën në jetën e bote. Dhe po e mbylli për shkak të kohës vëllezër, më bëni përshtypje një shkrim. Pas ka qenë një udhëheqës, edhe një ditë për ditëve shkon me vizitu një vend tjetër. Edhe ka të kalon rrethet i shet do vorreza. Nëse janë vorreza të muslimanëve, duhet mu lutë, mi dhonë selam në muslimanët. Është temë që të flasë një herë tjetër gjatë. Mi thonë paqja dhe bekimi Allahu që mbi ju o ju banorët e varrezave. Allahu qoftë i kënaqur me juve kështu me radhë.
O një farë dua e gjatë. Dhe ky mreti jep selam Varreza, mirë po i bën përshtypje një shkrim në gurit të Varreza. I bën përshtypje një shkrim në 3 mënyra. Një, historia e shkurt e udhëhecit atij vendit. Ja kanë shkruar që ka bën kështu punë të mira, edhe në fund ja kanë shkruar ka jetu veç një ditë. Çudi. Gjata do vepra të mira, ka jetu veç një ditë. E lexon dytën, veprat e mëdha, çka ka bën ky person, dhe shkruan në fund dhe ky ka jetu veç 2 ditë. Çudi. Shkon te i treti, pas sa qenë djetare i ati vendi, edhe lexojnë historinë çka ka bën ky, dhe shkruan në fund ky ka jetu veç 3 ditë. Edhe ky çudit, thot subhanallah, gjitha histori 3 ditë, 2 ditë dhe 1 ditë. Dhe ndërkohë takohet me ato njerëz dhe i pyet. Thot kam pa diçka çuditshme te ju. Thot pash histori të madhe të dietarit dhe ju e keni shkruar aty ka jetu veç 3 ditë. E pash një histori të madhe një luftëtarit ju e keni shkruar ka jetu 2 ditë. E pash një të udhëhecit ju ka jetu 1 ditë. Çka në kjo mënyrë shtu? Pse kështu? Ata i përgjigjen, tha u nderun, tha na jetën e shkruajna me sukses. Jo sa gjatë ka jetu, po sot ditë në jetën e vetë ka pas sukses. Atëre kjo mbreti tha diçka. Unë jam musafir juve. Nëse më zë vdekja këtu, tha shkruajna në guri, ka vdek para se me lind. Sepse me të vërtet vdesin për një me, për gjithmonë ata të cilët s'kan vepra të mira me veti. Përfundon me gjithçka. Dhe përfundon ëndra e tyre për ta fituar të përjetshëm. Prandaj rini e dashur, xhamat të nderuar, ose jeni gjallë këtë dunja, mos kurse dijen, shëndetin, pasurinë, bën vepra të mira sepse askush ma nuk ka me shkruan veturet tona përveç ti që ke shkruan. Ban ma kje ka më të dash është një vepër e mirë për xhenet, kur kush se ban ma ata për ty. Ka qenë njëni prej shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe kish pas hap vorrin në shtëpi, edhe tha gjithë natën dhe i thëke vetë do filan, kush ka me fal namaz nëse vdesun, kush falet për mu, kush agjeron për mu nëse unë hindhej, e kush ban veprat mira për mu nëse hindhej. Edhe kur dalë kësë mëngjesit dhe këtash jam gjallë, atëre provo dhe bën veprat e mira. Sepse askush ma nuk ka me shenu vleturën tane. Nëse ti e ke mbyll dhe ke mbyll, dhe është çështje jotja. Andaj sa jemi gjallë në këtë dunja, ne duhet bëjmë veprat e mira, të jetojmë gjatë, edhe masi të shkojmë botën e përjetshme, sepse na tha pejgamberi alayhis salam kur të vinë ditën e gjykimit njerëz dhe kanë sevapet mëdha dhe kanë meritet mëdha në xhenet, Allahu ju thot punë të juve si kishin prunë këtu, po keni lanë gjurmë tjera për mas, keni lanë dije, keni lanë vakëfe, keni lanë fjalë të mira, keni lanë punë të hajrit, dhe njerëzit kanë janë lutë për juve dhe jata është e meni shpërblimin e gjurmëve të juaj, dhe të vërtetën tha Allah azza wa jall do t'ju ngjallmi në ahiret, jo vetëm kaq, por do t'ju ngjallmi edhe më tregu se çfarë gjurmë keni lanë, edhe nëse gjurmët janë mes juve dhe vdekjes 1000 vjet për pas. Këtë fuqi e ka vetëm Allahu xhallahu ala. Vëllezër të ndershëm, këtu po përfundoj këtë ligjërat, me vazhdu inshallah taala në xumën e ardhshme. Walhamdulillahi rabbil alamin. El-Fatiha.